Armando Broja duket se kam thënë para kohë sezonin e tij me Evertonin. Kjo duket nga vendimi i tjeshëm i trajnerit David Moyes, i cili ka lënë si spektator frymësuesin e kombëtarës shqiptare për ndeshjen historike ndaj Southamptonit. Ndeshja në fjalë është e veçantë pasi ishte fundi që Evertoni luajti si pritës në stadiumin Goodison Park, pasi do të zhvendoset tek një stadium i ri më modern. Për të sfidë Broja nuk ishte preferuar as në stol nga trajneri, cili ka thënë kësaj një mesazh të qartë se ai nuk përfshihet në planet e klubit për të ardhmen. Evertoni kishte mundësinë aktivizimit të klauzolës për blerjen e sulmuesit shqiptar, por vendimet e fundit të Moyes, i cili ka rezervuar shumë pak minuta sulmuesit kuqezi, bëjnë që tashmë ky opsion të mos diskutohet më. Kësaj, Broja do të kthehet në fund të huasimit të Chelsea për të nisur menjëherë kërkimin për një ekip të ri, pasi nuk ka hapësira as te londinezët për të.